Me çdo vështirësi vjen edhe lehtësimi. Që në fillim kemi folur për vështirësitë dhe sprovat e ndryshme me të cilat Allahu i teston besimtarët dhe nxjerr në pa moralin e tyre të lartë në situata të tilla. Kemi folur gjithashtu për qetësinë shpirtërore, dashurinë dhe respektin që ata përjetojnë kur jetojnë sipas virtyteve të besimit. Megjithatë, nuk duhet harruar se në çdo sprovë Allahu sjell edhe mirësi, lehtësinë dhe ndihmë për robërit e tij. Në Kur'an Allahu e përkujton këtë premtim madhështor, e padyshim se pas vështirësisë është lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Inshira 5:6. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju. Bekare 2:185. Dhe ne do të drejtojmë ty në më të lehtën. Ala 87:8. E kush i friksohet Allahut, ai atij ja lehtëson punën. Ky është vendimi i Allahut që u zbriti juve. E kush e ka frikë Allahun, ai atij ja shlyen të këqijat dhe ja shton shpërblimin. Talak 65:4-5. Ai që është i pasur, le të shpenzojë sipas mundësisë së vet, ndërsa ai që është ngushtë nga pasuria, le të jap nga ajo që i ka dhënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon askënd më shumë se sa i ka dhënë. Mirëpo, pas vështirësisë, Allahu sjell çlirim dhe begati. Talak 65:7. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe bindet për më të mirën, ne do ta përgatisim atë për më të lehtën, ndërsa ai që bëhet koprrac dhe mendon se është i pavarur dhe e përgënjeshtron të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. Lejl 92:5-11. Siç kuptohet nga këto ajete, Allahu a lehtëson sprovat besimtarve që tregojnë durim dhe që ndrojnë të palëkundur në vështirësi. Ai dërgon ndihmën dhe mëshirën e tij në mënyra të ndryshme. Në Kur'an thuhet se ndihma e Allahut mund të vijë edhe përmes ëngjëjve, vetëm që zemrat e besimtarve të qetësohen dhe të forcohen. Allahu u ndihmoi juve në Bedër kur ju ishit pak në numër, e për të qenë mirënjohës, kini frikë nga Zoti. Kur ti u thoshe besimtarve, a nuk është mjaft për ju që Zoti juaj t'ju ndihmojë me 3.000 ëngjëj të zbritur? Po, nëse jeni të durueshëm edhe të matur, e ata ju sulmojnë me njëherë, Zoti juaj do t'ju ndihmojë me 5.000 ëngjëj të shënuar. Dhe këtë ndihmë Allahu nuk e bëri për tjetër, vetëm që t'ju gëzoj dhe t'u aqetësoj zemrat. Ndihma vjen vetëm prej Allahut të plot fuqishmit, të urtit. Ali Imran 3:123-126. Përveç ndihmës përmes ëngjëjve, Allahu i mbron besimtarët edhe me ushtrit padukshme dhe u jep atyre ndjenjë sigurie, qetësie dhe force shpirtërore. Kurani përmend mbështetjen që Allahu ja dha të dërguarit alayhi selam gjatë një prej periudhave më të vështira të jetës së tij. Nëse ju nuk e ndihmoni atë, pejgamberin, atë e ndihmoi Allahu kur ata që nuk besuan e dëbuan, kur ai ishte i dyti prej 2 vetave në shpellë, e po i thoshte shokut vet, mos u pikëllo, Allahu është me ne. Atëherë Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të dhe e përforcoi me një ushtri që ju nuk e pat. Teube 9:40. Siç shihet nga këto ajete, pas çdo periudhe të vështirë, vjen një ndjenjë e thellë lehtësimi dhe qetësie. Besimtarët që e kuptojnë se çdo ngjarje në këtë botë është sprovë dhe se jeta e vërtet është ajo e amshueshmja, arrin të ruajnë shpresën edhe qetësinë edhe në momentet më të vështira. Përveç lehtësimit, Allahu u sjell besimtarve edhe lajme të mira. Historia e profetit Jusuf alayhi selam është një shembull i mrekullueshëm për këtë realitet. Kur ishte ende i ri, vëllezërit e tij e hodhën në pus, edhe e lanë aty.
më pas u shit si rob në Egjipt. Më vonë, ai u akuzua padrejtësisht nga gruaja e vezirit dhe u fut në burg, ku kaloi vite të tëra mes vështirësive dhe padrejtësive. Megjithatë, ai nuk e humbi asnjëherë besimin dhe durimin. Në çdo situatë, Jusufi alayhis salam kërkonte ndihmën dhe mbështetjen e Allahut. Edhe periudha e burgut u bë për të një përvojë që e forcoi shpirtërisht. Ai u bë shembull për çdo besimtar me besnikërinë, durimin dhe nënshtrimin e tij ndaj Allahut në çdo fatkeqësi dhe sprovë. Si shpërblim, Allahu e nxori nga burgu në kohën që ai deshi dhe i dha pozitë, nder, pushtet dhe mirësi në Egjipt. Për këtë arsye, jeta e tij mbetet një prej shembujve më të bukur, se si pas vështirësisë vjen lehtësimi dhe nderimi nga Allahu. Allahu premton, kështu këshillohet ai që i beson Allahut dhe ditës së fundit. Kush i përmbahet dispozitave të Allahut, ai i hap rrugë dhe e furnizon prej nga nuk e pret fare. Kush i mbështetet Allahut, ai i mjafton atij. Allahu e realizon dëshirën e vet dhe çdo gjëje ja ka caktuar kohën. Talak 65:2-3. Ky shembull tregon se Allahu i sprovon robërit e tij her pas here me vështirësi dhe frustrime. Por besimtarët që e kuptojnë se janë duke u testuar dhe vazhdojnë të jenë të durueshëm e të nënshtruar ndaj Allahut, fitojnë një shpërblim shumë të madh. Ata e dinë se çdo dhimbje, çdo sakrificë edhe çdo moment durimi do të shpërblehet shumë fish në jetën e përhershme. Ndoshta disa minuta vështirësi në këtë botë do të bëhen shkak për miliona vite lumturie dhe begati në xhennet. Sigurisht, ata që besojnë në këtë premtim të madh jetojnë gjithmonë me shpresë, qetësi dhe dëshirën për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe xhennetin e tij. Allahu i përshkruan këta njerëz me këto ajete. Robërit e Zotit janë ata që nuk dëshirojnë rrejshëm dhe kur kalojnë pranë së kotës, kalojnë me dinjitet. Edhe ata që kur këshillohen me ajetet e Zotit të tyre, nuk bëhen as të shurdhër e as të verbër ndaj tyre. Edhe ata që thonë, Zoti ynë, na bëj që të gëzohemi me gratë tona edhe pasardhësit tanë, dhe na bëj shembull për të devotshmit. Për shkak se duruan, ata shpërblehen me shkallë të larta në xhennet dhe aty priten me përshëndetje e paqe. Furkan 25:72-75. Ata janë njerëz që nuk i pengon as tregtia e as shitblerja nga përmendja e Allahut, falja e namazit edhe dhënia e zakatit. Ata i friksohen një dite kur do të tronditen zemrat edhe shikimet, që Allahu t'i shpërblej për veprat më të mira që kanë bërë dhe t'u ashtoj të mirat nga mirësitë e tij. Allahu furnizon pa mas këtë doj. Nur 24:37-38.